pjesë e po asaj ligjërate që përmban përshkrimin e qiellit. Ai organizoi mpiksjet e rrallimet në për rrugët e qiellit duke qepur zigzaket e thyerjeve dhe duke lidhur me njëra tjetrën njësitë e veçanta dhe kështu hapi shtigje të lehta që ëngjit që zbresin mesazhet e tij dhe ata që ngjiten prap me punët e lutjet e krijesave të tij të lidhen me majat e qiellit. Kështu urdhëroi ai qysh kur gjithçka ishte ende në formë të avullt. Sa kaq, çivit e hapjeve qiellore u mbërthyen fort me njëra tjetrën, pastaj Zoti hapi derën e tij të mbyllur dhe caktoi si rojet e çarjet e tij, meteorët dhe mbajti çdo gjë të tij me duart e tij që të mos vërtitej në hapësirë në mënyrë kaotike të rastit dhe të mos gremisej në pafundësitë boshe. Dhe ai e komandoi qiellin të ishte i qëndrueshëm dhe në bindje të urdhrave të tij, ai e bëri diellin e tij shenjë të shëndritshme të ditës së tij dhe bëri hënën shenjë të zymë të natës së tij. Pastaj i vuri të rrotullohen në orbita duke i dhënë rregullsi ritmit të lëvizjes së tyre në pjesët e ndryshme të saj, që me anën e tyre të mund të dallohen nata dhe dita dhe sipas rregullsisë së lëvizjeve të tyre të mund të bëhen në llogaritje e të numërohen vitet. Shiheni qiellin, duket sikur dielli, planetet dhe yjet janë perla të vogla të shëndritshme e fener që rin pezull në kupën e tij të pafund, ndërkohë që shigjeta të flakta meteorësh gjuajnë çdo gjë që kuturistët depërtoi misterin e tij apo të kaloj hajdutçe kufit e tij. Kështu çdo gjëje i duhet të lëviz sipas rutinave që ka urdhëruar ai, kështu ka bërë ai, yje qendror, rrotullonjës, rënës, ogurzinj dhe fatëndjellës.